Dorëzimi i ishte zëvendës kryeministrit Artan Grubi nuk ka kaluar pa reagime as edhe nga partitë politike në vend. Ish-partia e tij, BDI, përshëndet vendimin e grupit për të kthyer në vend. BDI mbetet e palekundër në qëndrimin se drejtësia duhet të jetë e barabartë për të gjithë, pa selektivitet, pa standarde të dyfishta dhe pa ndikime politike, theksohet në komunikat. Presim që procesi të zhvillohet në përputhje me standardet më të larta të sundimit të ligjit, para së gjithash me një nivel të lartë transparence, në përputhje me interesin publik, por mbi të gjitha me respektim të plotë të prezumimit të pafajësisë dhe me mbrojtje të drejtave dhe lirive individuale. Ndërkohë, nga koalicioni Vlen theksojnë se rikthimit të Artan Grupit më së shumti i friksohet BDI, ata pyesin se cilin prej BDI-s grupi do ta ngrejë me vete. Kutia e zezë e qeverisjes së BDI-s më në fund është dorëzuar. Artan Grubi është pjesëmarrës dhe ekzekutori të gjitha marrëveshjeve të errta të BDI-s. Prandaj BDI po dridhet nga frika se nuk e din se për çfarë është gati të flasë Artan Grubi. Për dorëzimin e Artan Grupit janë përplasur edhe partitë politike maqedonase. Zëdhënësi e LSDM-s Bogdan Kakuzeska kthimin e Artan Grupit në vend e ka quajtur si teatër politik dhe e konsideron si një marrëveshje politike. Sipas saj, me këtë BDI po e shpëton Miskoskin. Po se dinesh një teatr në Makedonë. Ashtu si që rënë dakord ta lironin, tani kanë rënë dakord ta kthejnë. Në këtë mënyrë VMRO DPMNE me mbështetjen e BDI-s dëshiron të mbulojë skandalin më të madh të drogës me 5 ton drogë që çon në majën e qeverisë së Mickoskit, por edhe skandalet e shumta me tenderët kriminal për të cilët nuk ka pasur përgjigje për më shumë se 80 ditë. Ndërkaq që Brane Petrushevski nga VMRO DPMNE tha se LSDM-ja është nervoze dhe e frustruar sepse Artan Grubi u arrestua dhe siç tha ai, mund të zbulojë informacione rreth aferave dhe krimeve të Zaevit, e Filipçes dhe Spasovskit. Дополнителен криминал на Груби, заедно со неговиот. E kuptojmë se dëson ata janë nervoz dhe të frustruar sepse Artan Grubi u arrestua dhe tani mund të zbulojë informacione rreth aferave dhe krimeve për të cilat kanë punuar së bashku me Zoran Zaevin, Vice Zaevin, Oliver Spasovskin, Venko Filipçen. Kjo është arsyeja sepse SDS-ja po përpiqet të fshehë gjurmët dhe në këtë mënyrë të shpëtojë veten. Petrushevski tha se Artan Grubi konsiderohet si personifikim i krimit dhe korrupsionit të udhëhequr nga LSDM dhe BDI, por më në fund ai tha se do të përballet me drejtësinë.